Ivanka Trump e fiksuar me Shqipërinë. Nis leximin e librave shqiptar. Ivanka Trump surprizon me një postim ku shfaq 3 libra për historinë dhe kulturën shqiptare. Interesi i saj gjallë reagime dhe vëmendje ndërkombëtare për Shqipërinë. Ivanka Trump, vajza e presidentit. Trump ka surprizuar publikun përmes një postimi në rrjetet sociale duke ndarë një foto me 3 libra që po lexon për të njohur më mirë historinë e kulturën e identitetin shqiptar. Sipas fotove dhe raportimeve mediatike, librat që ajo shfaq janë Albania from Anarchy to Balkan Identity nga Miranda Vickers dhe James Pettifer, një analizë e zhvillimeve historike të politikës Shqipërisë e Ballkanit, The Albanians, a modern history ashtu nga Miranda Vickers, një histori bashkëkohore, The General of the Dead Army, në shqip generali i ushtrisë së vdekur nga shkrimtari i madh Ismail Kadare, roman me përmasa ndërkombëtare që trajton pasojat e luftës dhe përplasjet historike në Ballkan. Në fotot me libra, Ivanka ka shkruar vetëm një fjalë: research, duke lënë të kuptohet se po përgatitet për të lluar njohuritë e saj rreth vendeve dhe historisë shqiptare.